A keni menduar ndonjëherë se çfarë veprimi të thjeshtë mund t'ju sjellë mëshirën përfundimtare të Allahut? Kjo histori e pabesueshme përmban Chelsin. Ai ishte biznesmen, por me një zemër të ardhë. Kur njerëzit luftonin për t'ia shlyer borxhin, ai kur nuk i bënte presion. Në vend të kësaj, ai thjesht thoshte: Allahu të bekof. Paguaj kur të mundesh. Kjo nuk ndodhi vetëm një herë, ishte praktika e tij e vazhdueshme. Kur ai ndëroi jetë, veprat e tij u rishikuan. Jo shumë akte adhurimi shtesë, por një mirësi e jashtëzakonshme e treguar ndaj të tjerëve. Allahu shpalli: ai u afali borxhet robërve të mi në tokë. Pra, unë e fal atë. Le të hyjë në xhenet. Ky mësim i fuqishëm na tregon vlerën e pamas të dëmshurisë. Të tregosh mëshirë ndaj njerëzve është një rrugë e drejtë për drejtë për të marrë mëshirën e pakufishme të Allahut. Le të frymëzoj kjo histori sot. Falni ata që ju kanë borxh, jini të sjellshëm me ata që vuajnë dhe tregoni mëshirë në të gjitha marrëdhëniet tuaja. Duke u treguar mëshirë, ju hapni derën drejt faljes së Allahut dhe xhenetit të tij të bukur. Filloni të praktikoni mëshirën tani dhe dëshmoni bekimet.